Mirëmbrëma dhe përshëndetje të dashur teleshikues, mirë se takohemi në emisionin Pusho Shqiptarçe. Shpresoj që me transmetimet tona të vazhdueshme të kemi dhënë guida të bukura, të këndshme, të realizueshme nga të gjithë ju, që në fund të tyre të na keni lavdëruar në thojza dhe jo të na keni thënë po Kozeta deri ku na ke çuar, sa udhimi i lodhshëm nuk ishte ashtu siç e ke treguar në emision, po na doli krejtësisht ndryshe e të tjerë si këto. Nuk dua mankesa të këtij lloji, prandaj merrni më me qetësi, më me kënaqësi udhime të tilla. Shihoni natyrën e bukur shqiptare dhe gjëra si këtu ta vë theksin akoma më shumë te kjo e fundit për natyrën e bukur shqiptare, ta njihni atë më mirë sesa të bëni gati valizhet, të prisni biletat dhe të udhoni jashtë kufive shqiptar. Ta duam Shqipërinë dhe të vizitojmë jo vetëm veriun, por dhe jugun e Shqipërisë e të kënaqemi me këto bukuri natyrore. Në emisionin Pusho Shqiptarçe ne kemi zgjedhur që sonte të japim një përmbledhje të personazheve dhe të vendeve turistike tek të cilat mendojmë se duhet shkuar vetëm në verë, ndërkohë që ka edhe vende apo momente të bukura që ju mund t'i vizitoni edhe tani në sinën e pranverës. Prandaj i sjellim si ide të mira që ju mund t'i përqafoni dhe t'i bëni ato realitet duke udhëtuar drejt tyre. E theksoj faktin që në emisionin Pusho Shqiptarçe guidet që ne realizojmë përgjithsisht kanë një kosto relativisht të ulët, pasi do të bësh pushime, por disa thonë që duhet ta kesh edhe portofolin plot. Të gjitha udhëtimet që ne ofrojmë, duke qenë se bazohen më shumë te ecja në natyrë, kanë një kosto disi të ulët. Pa llogaritur që në një pjesë të madhe të konsiderueshme të udhëtimeve tona janë forma të piknikut, ato që promovohen më shumë, që do të thotë që përgatisni me vete të merrni në thojza guzhine praktike për të vendosur në natyrë, ndoshta një përdorimshe për të gjithë ata që kanë vështirësi paketimin, pastrimin e tyre dhe hajde t'i lajmë pastaj në shtëpi, por mjafton që të keni një mbulesë të bukur. Janë disa enë specifike që bota e ka të zhvilluar në këtë drejtim të gjithë çantën dhe arsenalin që duhet të marrësh me vete, prandaj hajde edhe në Shqipëri ta krijojmë këtë kulturë e të marrim me vete pikërisht ato gjëra që janë të nevojshme e që na bëjnë ta shijojmë natyrën duke qëndruar në një lëndim, në një pemë, duke shijuar ajrin e pastër, kundërmimin e luleve, sidomos në këtë stin, sincerimat e zogjit. Pra, kjo është natyra dhe jo vetëm ecje. Le të ndiqim përmbledhjen që ne kemi përgatitur dhe më pas lireni komentin në fund të emisionit se a ju tërhoqen apo jo. Si ke emrin ti? Leomir. Ti ndihmon familjen apo jo? Po. Disa nga punët e vogla që bën ti këtu, cilat janë disa nga punët? Kam ajer, të mbledhin me truina, pastër koshët. Okej, pra ndihmon familjen tënde. Ke motra dhe vëllezër të tjerë? Po. Ti je më i madhi apo? Po, unë jam më i madh. Po më bëri përshtypjen se nuk të tha mami ose babi bëje. Ti e bën vetë kështu, ë? A ke qejf ti bësh të punë ti? Po. Më qenë fitoj shumë lek, kam bashkëqyrë. Lodhesh apo jo? Jo, pak. Në mëngjes çfarë ore çosh tani në verë ti? Në 5 ose baj 2 herë rreth të liçenit prapë në let. Ah, okay. Bravo. Njërëm edhe me sportin e alpinizmit. Pra ti bën të gjitha që ke fenomenal ti, bravo, të lumt. Pse ke atë thupër në dorë ti? Ku i ke dhit? Të shoh, si ke emrin ti? Emanuel. Emanuel, ju të dy keni detyrë të merrni me dhit sot, ë? Po. Sa dhi keni? 6. A ju shkojnë larg? Po. Po nuk humbasin? Jo. Ja ku erën dhe fëmijët e tjerë? Sa e pastër kjo lopa, sa e pastër. Po ju do shkoni me lopsat? Po. Nuk humbet lopa as juve. Deri ku shkoni? Dhe na aqe lak e pishat. Edhe kur ktheheni? Ka ora 12. Nga ora 12. Po ku e shikon orën ti që është 12? Po na thirrin. A, dhe dëgjohet, ë? Po. O, shtima është e madhe. Mirë.
Rruga e keqe do shoqëron deri në qendër të Komanit, por ndryshe nga herët e tjera, kur pas kalimit të orës jemi drejtuar digës së hidrocentralit, kësaj radhe do të ndalemi pikërisht poshtë urës, aty ku jemi ndalur 14 vite më parë. Mbi një dekadë më parë, teksa me kolegen time Linda Kavaja, teksa xhironin për emisionin Bileta 12, pas një dite të lodhshme, u ndalëm rastësisht poshtë urës, ku na tërhoqën vëmendjen turistët e huaj dhe kampingu. Aty u njohëm dhe me të zotin e kampingut, Mark Deden, i cili pasi dha një intervistë mjaft të dobishme, na ftoi të vizitonim një vend interesant sipas tij, që quhej Lumi i Shalës. Ati vetë ja kishin treguar disa çek që i kishte shoqëruar dhe i kishte lënë 3 ditë atje. Pas disa përpjekjeve për të na bindur dhe filmuar vendin me qëllim promovimin e tij dhe bërjen e njohur për gjithë shqiptarët, deri atë moment nuk ishte shkuar asnjë media atje dhe ne do të ishim të parët. Për ne, ky edhe sot konsiderohet udhimi më i bukur që kemi bërë deri tani. E pranojmë se imazhi ka sot është krejt i ndryshëm me atë që gjetëm atëherë, ku edhe shtrati i lumit ishte në krahun e kundërt. Nuk ishte asnjë ndërtim, përveç një kaqore majpeme ku zakonisht qëndronte ndonjë bari që sillte delet në këtë anë. Emisioni ngjalli një interes tepër të madh te teleshikuesit dhe u transmetua 4 herë. Për gjatë 14 viteve që pasuan, ne e vizituam vazhdimisht duke e përcjell vendin me ndryshimet e bëra, edhe pse për disa prej tyre nuk jemi dakord, por arritëm të plotësonim në radhë të parë ëndrrën e Mark Dedës për ta bërë të njohur vendin dhe në radhë të dytë i vendosëm listës së vendeve më të bukura të Shqipërisë Lumin e Shalës, të qëndrojë në vendet e para, si ndër zonat më të bukura, jo vetëm të përzgjedhura nga shqiptarët, por edhe turistët e huaj. Marku kuj t'ja merrte mendja se po bëhen gati 14 vite nga ajo herë e parë që jemi parë dhe që mori zanafillën njohja e vendit të quajtur Lumi i Shalës. E kujton? E kujtoj patjetër. Erdhëm rastisht erdhëm. Gjithçka, unë e kam pas vizituar më përpara me vendin atje. Vendin e Lumi i Shalës. Edhe përpara duke që kam thënë, më kanë qenë çekt edhe polak. Po, ja kështu, kanë qenë 3 çek që të kanë ardhur ty me një hartë dhe të kanë thënë këtu duat na çosh. Edhe unë nuk kam dëshuar atje se nuk e njihsha as vet Lumin e Shalës. Po. Edhe bile me nosha që ti çe dhe ka thënë se allej Lumi i Shalës, thethi, edhe nuk e disha as vet që janë vendali gjithë jetën. Se ku ndodhet Lumi i Shalës. Po ka shumë na e mbushë mendjen atëherë, kemi qenë me kolegen time Linda Kavajën, ka qenë dhe Arbeni një operator, sepse ne erdhëm të bënim një xhirim deri këtu në Koman. Pam një vend shumë të bukur që kishte bërë dora njeriu këtu dhe thamë dalet bëjmë ca filmime, s'kishim marrë asnjë intervistë atë ditë. Ishte shumë e vështirë, sepse rruga e Komanit ishte pa ndonjë moment të bukur interesant që mund ta sillim takime me banorë shumë të rralla. Dhe ti na mbushë mendje për të shkuar atje. E mbaj mend, jemi nisur me një skaf. Skafin tim, që kam pas në kohë. Aha. Nuk e ke më skafin? Jo, e kam, po se kam unë punë. Se ke vënë punë, po. Kështu që, nga që kam qenë atje dhe më ka pëlqyer, prandaj edhe mula kam që t'i çej edhe juve atje për ta pa një vend, një lugin të pashkelën. Edhe kur kemi qenë ne ka qenë vetëm një kaçorre. Ma një peme. Lumi ka qenë në pozicion tjetër. Si njeri, patryse. Aty e kujtoj që kemi ngrënë edhe peshkun Luciperg. Për herë të parë, ke marrë verë me vete, kemi bërë zgar. Kemi gatuar dhe mes lumit. Fantastika. Do me thonë ka qenë momente. Edhe kështu që, atëherë aty mrapa, si thonë, u vazhdu, i ardhen polak, i ardhen çek, austriak, gjerman, francez, edhe filloi të u shkel. Po gjithmonë ti pa reklama që ka ju më tepër,
Edhe më filloi të tjerë që shpërndajnë pothuajse në gjithë Evropën. Fantastike. Edhe ndodhi kjo që sot anë një vende më të shkelna pothuajse në Shqipëri. Çfarë përfitime solli për ty kjo gjë? Vëllai përfitime pothuajse më solli gjithçka si mbani edhe të përre më shumë. Edhe të rifreskoj vendin që i tu ka kenë, më duke se ndoshta kam thënë një herë, që ka kenë zallin, edhe me punën teme që bona, të fillu të pema, të muret, sistemimi edhe e ktheva një si thonë për ta këty në një biznes për familjen edhe ti poshturës. Kam edhe restorantin edhe hotel. Bravo, poshturës. Poshturës. Bravo. Aty ku nuk i shkon mendja njeriu poshturës, po ama afër lumit. Afër lumit drejt. Fantastike. Pra ti hopa, hedh grepat edhe rrjetat këtu, tak së peshu dhe ja ku e kanë të freskët në tavolinë. Kam përshtypjen që ti e ke përshtatur shumë me natyrën këtu, edhe turistët që atëherë që e kujtoj unë vinin këtu dhe hapnin ato tendat e tyre. Ne jemi pa filluar sezoni turistik. Ka filluar sezoni, si të thonë, muaj maja ka veten. Po, ndryshoi pak koha, se po na shikojnë njerëzit me xhaketë dhe fajtisht para një javë isha me mëngë shkurtra në këtë zonë këtu. Po, se doli sezoni veror në dimër. Edhe ti e ke përshtatur këtu, do me thënë vinë të huaj me ato spriteret e tyre dhe ti vazhdon, ky është objektivi. Po, kjo është, ala vazhdon edhe vazhdojnë, janë shtu pothuajse, se janë shtu nga gjithë bota, edhe ka marrë një, po më shumë vuhet tu për një sistem, ndoshta edhe që e ka dorë bashkia për sistemimin, se disa herë bllokohet edhe rruga nga fluksi i madh që vjen për gjithë botën. Atë pjesa aty, se një orë është. Pra që do të marri mos më madhe nga dikush që të vend dorë për jo për banjat, jo për njëri për gjithë. Do shta unë mund të strahoj 20-30 makina, por nuk kanë ku shkojnë tjerat. E kuptoj. Duat ndalem pak te rruga. Si ka mundësi që ju të keni hidrocentralin që furnizon Shqipërinë dhe që është një burim pasur një minjer ari, do thoja, dhe të ketë një fluks kaq të madh të vizitorëve edhe të huajve dhe rruga është si mos më keq. Nuk riparohet, nuk investohet dhe janë paga shumë ato 30 kilometra që i ti i bën për 1 orë gjysmë edhe këto mjetet më të mëdha dhe për 2 orë gati. Rruga pothuajse nuk ka vodor qysh me kohën e Merhutës. Që ka kanë shfrytzuar biniera, pothuajse hidrocentrali etj etj. Sot këtu do të them që ndoshta nëse rrugë që mund të bëhet për 20 minuta, sot bëhet 2 orë. Pra 30 kilometra. Është një katastrofë. Jo sot, po ta 40 e sa vite. Do me thënë makinat e vogla këtu. Pra këtu, nëse bën rrugën 2 rrugën e Komarit, kur dush makinën e servis ose hidhe poshtë. Kaq katastrofa. E kuptoj. Si ka mundësi pse lihet? Do të thënë më duket shumë absurde. Janë punojësit e hidrocentrali që detyrohen çdo ditë të shkojnë të vinë. Pra e bëjnë 2 herë këtë rrugë. Po këto bëjnë se këto kanë gjithçka të vetat, makinat e blejnë 3, na kanë makinë të tjera, po gjithsesi njeriu ne jemi që lodhet durkës. Ju jeni në xhepin tuaj. Ne disa herë kemi dalë, kemi bërë protestë për këtë rrugë, edhe njëri dorë ka vëdorë. Fare. Po lidhur me lundrimin, se dhe vjet keni pasur një problem lidhur me lundrimin, me licencimin e mjeteve të lundrimit, që u bllokuan mjetet, ka një lloj ndërgjegjësimi, janë plotësuar dokumentacioni apo më shumë është shtuar konkurrenca e pandershme? Pothuajse kanë filluar se gjithmonë disa nuk e kanë ditë, disa jo nga fukaralleku etj etj. Edhe sot kanë filluar sistemimin, jo pagesat, jo patentat, se nuk i ka leju pa patent për të tu, anijet kanë kenë, varkat, me fjalë, pa kushte teknike, edhe nga kjo që janë bloku, kurse sot kanë fillu të riparu, të i sistemu, jo me biletat rregullta, po ashtu me patentat rregullta, edhe besoj që si vjet do vazhdojnë shumë barë. Pra sezoni do të jetë i mbar. Besoj që. Kur pritet që të fillojë, Mark? Gjithmonë ka fillu muaj maj. Në muajin maj. Gjithmonë parashikimi e botit. Po, që tjetë? Se gjithmonë muaj maj është shumë raste më mirë se sa korriku e gushti. Po. Se nuk e duan as zetin, as ftoftin. Pra që gjithka. Tashmë reklamën e keni të madhe, të gjithë edhe individi. E bën vetë lugina, një foto nga individi, përcillet në rrjetet sociale dhe tashmë përhapet edhe më shumë. Ka ndonjë festë këtu të zonës që inauguron, domethënë ose nga bashkia në kujdesin e bashkisë, është shpikur ndonjë festë për startim të sezonit turistik, siç e kanë Velipoja, siç e kanë Razma, shumë pika turistike. Jo. Është krijuar ndonjë festë? Jo, vetëm ato që bën vetë privatisht, individ, që sot do me festu hapjen e sezonit për supozojmë të Viçalës. Secili hap në veti. Dikush me 10, dikush me 15, dikush me 5 etj. E kuptoj. Ju keni hidrocentralin shumë afër. Energji ke, Mark?
Energji, vallahi, ma ke se kërkush, po thuj se. Si ka mundsi, ja, ti vetëm vëre fishën te Jo, shumë, hidrocentrali. ke drejt, po, atë ne s'kemi dhe me vodor, Si ka mundsi? linje kemi shumë të largë, se vuj ma zona thellë që ashtë, po thuj se qysh kufin me baramcurin, që një defekt me pas në zonën kufin me baramcurin, në ngelimtar për arsye se Si ka mundsi më ti sa ja aty 100 metra po e me 100 metra, po hidrocentrali. nuk ka feeder me ne. Është feeder i Nuk ka veçantë, feeder me ju dhe është feeder i veçantë dhe ti kemi- mbetesh pa dritë aty. Edhe sot për shembull kemi ngel 2 orë pa drita. A sot 2 orë pa drita pra ti je 100 metra larg hidrocentralit, po, ë? Domethënë ata ku shkon linja, ku diun se ku Disë shkon. re kemi ngrit që Aha. të me na vun linjën 3 nuk e vën për arsye që se ai do feeder tjetër, ne feeder tjetër. Ne jemi 10 familje këto, Po, nuk kemi dritë. E Një me kuptoj. ngel ndoshta në kufi me baramcurin, ne besimtar. e kuptoj. Kjo është katastrofë paradokset në Shqipëri që thon. Ti je komand sot E që kuptoj. lëre që sikur edhe me pas falas për 10 shtëpi që jemi, por ngelim tani çështë kos. Po. Marku, ti ke 2 vajza, të cilat i ke në Itali, ke dhe djalë i paç me jetë. Më bëri përshtypje kur e pyeta djalin se ku e ka planifikuar të ardhmen e tij dhe ai e ka pa këtu. Pavarësisht se e ka me pyetje çështjen për fëmijët, Po, se është shkolla gjithmonë. që e ka larg, janë spitale, gjërat e tjera që ta kushtëzojnë jetën. Ti vetë e dije që do e vazhdoje jetën këtu, domethënë me atë pesimizmin që kishe Po, më përpara dhe si ndihesh tani dhe çfarë mendon edhe për djalin tënd? Unë gjithmonë kam qenë pesimist gjithmonë për natyrën më shumë, për biznesin që të punoj, ndoshta s'jam interesuar shumë që të bëj një vil ose të shkoj sepse edhe gjithmonë ekonomia e tjera, por gjithmonë biznesi jam ka qenë puna, ndërto edhe gjithmonë për biznesin. E kuptoj. Djalin ja ke mbushur mendjen apo e zgjodhi vetë? Unë kam vujt me mushmend, se po sikur A ke vujt me kam jam vujt me se mushmend, shokët e se tij ose. është boshatisur zona, a? Po. Marku, vështirësohesh për gjetur fuqi punëtore se djalin e ke, po ty kur vjen sezoni të duhet më shumë se djali, dikush tjetër. Vallahi, Vunë, fuqi punëtore këtu s'ka njëri gjallë që Fare. del punë. Asani po thuj Se s'ke asërini, si e mbulon fuqin punëtore? Edhe jemi dëruar që të marrim qysh ka pa denjë si anëj, në një hallxhi. O, në një iranian, ke Po, marrë ti? Në jo, një kështu nuk nga i këta kemi që marrë, vinë, nuk apo jo, e- emigrantët jo? Nuk na kanë afruar. Se në Razëm kanë shku deri atje i Këtu s'ka- punojnë nuk si na kanë jo. afruar këtu. Do i merje? Po për sezonin veror më të marrim. Po, normalisht, Po. mjafton që ta bënin Po punën. gjithmonë komunikimi prapa është i vështirë, se Po, do i mësoj ti shqip, ose ata gjuhën e tyre. ata si thonë, Dakor. Po me çmimet Mark si vazhdon? me çmimet po thuj se janë normale, nuk janë si vendet që në fakt realisht kanë vujin për transportet e tjera si ashtu mbi shalse, ndoshta atje kanë dyfishu kurse e kemi bajt konstante siç ka kanë gjithmonë. E kuptoj. A është më bukur edhe këtu, pra që mos jetë vetëm dalesat e Lumishales, ku shkojnë atje në verë gjë një kaos pa parë. Dhe sa këtu, shikon. Po Shikon lumidrin këtu. Çfarë qetësie këtu, çfarë ajri këtu, këto pemët një herë që kanë rritur për këto 14 vite Po, që kanë po, bës po. super streha jeshile. realisht ato vujnë shumë, por me çmimet që janë to, ndoshta janë 3 fishi manelt atje. Po, është Gjithmonë e kanë është vujtjen, vërtet. por mi ja fiksu Lumishal se për mu, Po. unë atë që du mirë, ju tham, rrini, po ato mund ta kenë xhelozi atë fjalë, se kuptoj. unë më mirë presën to se sa i presë atë atje. është Por që vërtet. e kanë fiksim, dikush për herë parë, diku i pëlqen. Ju duket si dikush i destinacion pëlqen. final, po nuk e Edhe, ndajnë qëndrimin nga që në si- disa vende. Nga që se kanë njoftë asnjëherë, do me njoftë, Shkojnë atje. po, pak shkojnë për herë dytë. Po, pak shkojnë për Pak herë shkojnë për dytë, herë ë? Jo kaosi, jo Po, kjo, jo lartësia, ushqimi, kostot. Kostat, me fjalë gjithka shpenzime janë të mbaja. E Pra, ato kuptoj. që shkojnë. Ti vazhdon, kam përshtypjen klientët më të mirë, vazhdon ti kesh të huajt, ë? Po kërësisht me tuj. A, dhe të huajt. Gjithmonë me tuj kemi punu shumë mirë. E janë shumë të rahatshëm. Ka nga ata që janë Edhe? besnik dhe vinë disa herë? Edhe 20 herë ka ardhur. Nga ishte ai që erdhi 20 herë? Sidomos që kanë ardhur 20 herë për ndoshta më shumë se ka pas njëri që ka ardhur 5 herë për vit. Me grupe shokësh. Francez, gjerman, polak dhe çek. Çe ka pëlqyer që ka ardhur? Çfarë vlerëson ai? Kryesisht natyra. Kanë Natyra, ardhur ndoshta për natë edhe kur ka për herë të parë, ka nejtë edhe një javë. Ashtu, ë? Po që Sa kanë fantastike. pëlqyer luginën, ujin, freskin. Okej. Ti je përmbajtur natyrës, nuk i ke prerë fare pemës, se disa I ka bjell për të rritë. i ke mbjellur për të rritur dhe e ke bërë super bukur. Imagjino se si ka qenë një herë një kohë në Monizëm, domethënë këtu do ke qenë vend kredi Tu po shkreti. kanë zallin, as i gjatë. Zallin fare dhe ti jashtë sa janë rritur pemët, ke mbjellur pemë për hije dhe jo për të bërë reçel. Pepa kokra, Ë? pepa Okej. kokra. Dhe ti Por kokrat japim të po, vetë. okej, je në mënyrën tjetër Po, kokën. po.
Problemi është se ti nuk e futur shumë beton këtu. E shumta mund të kesh bërë ndoshta për një periudhë të nxehtit ekstrem, megjithëse këtu është fresë tërkohën. Po ku ti për një dimër, për një pjesë dimërore, ke bërë një ambient të ri aty. Domethënë një restorant të vogël, po shumë simpatik aty. Po, jemi mendoj që ti rifreskojmë si thonë, ti shtojmë sa më shumë. Po, një ftesë për të gjithë teleshikuesit në Shkodër dhe jo vetëm aty, ku e ndjekin këtë edhe përmes rrjeteve sociale, YouTube, të gjithë ata që janë të interesuar për të bërë një ndalesë këtu, ma bën një ftesë që ata të vinë këtu. Kush të vinë, mirë se të vinë, besoj që janë të mirëpritur. Këtu përdorim peshkun, e lumidrin, përdorim të natyrës si rritë natyrë, mesh kecit, qingjit, viqit e tjera. Do me thonë mishi fërliku tu, ky fërliku, ky nga nga ka ardhur. Fërliku i traditës, i zonës, ka disa qoban që majnë dhi, dele, edhe do, po, kjo është mish keci. Pra kjo është i rritur këtu, nuk e shkuar në Gjirokasë për ta marti. Jo, i gjithë i rritur këtu. Ashtë Gjirokasë, ushqim bio. Pra ndaj, mundojmë që t'ju shërbejmë klientët sa më shumë e më mirë. Pra, ushqimet bio të zonës do keni super fresk, more, kur të përvëlohen atje në qytet, që kanë temperatura jashtëzakonisht lartë, këtu është super fresk. Sepse na ka qellu që të vim kur ka qenë sezoni veror. Pa llogaritur mikpritja, kushtet, po çmimet aty ku na dhëm të gjithë, janë çmimet shumë të arsyeshme, prandaj bëni një dalesë këtu një herë. Shikoni se do t'ju pëlqej vendi, do dashuroni më një herë dhe do vini sërish si ai i huaj që ka ardhur mbi 20 herë dhe ka sjellë edhe miqtë vet për të ardhur pikërisht këtu. Marko, të falenderoj dhe të uroj shumë suksese. Shumë faleminderit. Kënaqësi që të takohemi pas 14 vitesh dhe i jep sërish një intervistë. Jemi mirëpritur çdo lloj kohe. Faleminderit shumë. Pas 15 viteve banimi në kryeqytetin e Shqipërisë, Tiranë, çifti Mjekaj vendosi jetojnë në fshatin Karm të Pukës, ku udhëtarët për në Koman do i kalojnë pranë, por shtëpia e tyre aty mes bjeshkëve vështirë të dallohet nga rruga. Vendimi për rikthim nuk që as pak i lehtë, pasi metropoli të bën për vete me gjallërinë e tij. Por mes dilemave të braktisjes së Tiranës apo të plakut 95 vjeçar, u zgjodh qëndrimi pranë babait, Ndoc Mjekaj. Babaj është i vetëm, 95 vjeç, dhe ai nuk donte që të lëvizte nga vendlinja, edhe mi kthyer me bashkëshortën ka 2 vjet. Pavlini dhe Liziana kanë udhëtuar shpesh drejt fshatit Karm, sidomos gjatë verës ose festave. Po ashtu janë vizituar edhe nga Ndoci, babai i Pavlinit, por kur ai humbi bashkëshorten dhe mbeti vetëm në fshatin Karm, nuk mund të jetonte dot në Tiranë, larg bjeshkëve dhe larg ajrit pastër që të zgjeron mushkrit. Nuk e marrë parasysh moshën e tij. Dëshirën nuk e kishte për t'i jetuar në pallat, se normalisht kur je shumë i lidhur me natyrën, nuk ke se si jeton në pallat në Katrest, imagjino. Ai asnjëherë nuk i detyroi fëmijët e tij që të vinin të jetonin me të, në atë vend të bukur, por të heshtur. Ndihej i fortë dhe bile tani në moshën 95 vjeçare, lexon libra ose kujdeset për hardhit. Me sa duket vendi këtu të jep shëndet dhe jetëgjatësi. Liziana dhe Pavlini, duke qenë simboli brezit mirënjohës ndaj prindërve që ju udhëruan jetën, lanë çdo gjë në Tiranë, punën, shoqërinë, angazhimet dhe më kryesorja edhe dy djemt, të cilët edhe pse tashmë të rritur, do të kujdeseshin vetë për veten e tyre. Ne gjatë gjithë jetës, gjithmonë kemi ardhur çdo festë, asnjë festë si gjë nuk e dim në shtëpinë tonë, në kalamajt vetëm te pleshë. Edhe kalamajt janë rrit me atë idenë që duke ndaj gjithmonë afër prindërve. Ndërsa vajza e çiftit tashmë kishte krijuar familjen e saj. Them drejtën kanë qenë vështirë, po mungon tani kjo gjallëria e Tiranës, sepse sa do ky qetësia, nganjëherë qetësia tepër sikur jep edhe stres, Kjo qetësia pak e tepruar, sidomos për gruan, se unë jam lindur këtu. Tashmë ata do të ishin në fshatin Karm, jo si vizitor, por si banor. Kjo do thot se toka duhet punuar, pemët krahasitur e të tjerë. Jetës së fshatit nuk ju rikthye vetëm Pavlini, por edhe Liziana.
u kapën shpirtërisht pas dashurisë për natyrën që i ka karakterizuar gjithmonë, por sidomos pas përgjegjshmërisë morale se prindrit për asnjë lloj arsye nuk duhen braktisur. Pa ambienton edhe me tokën i qik në fruta, perime. Nuk e besoj, ke filluar të mbjellësh? Po. Sa bukur. Kemi mbjellur, pak nga të gjitha. Kuptohet që edhe pse kanë kaluar 2 vite, vazhdon përshtatja e tyre me vendin, apo dhe ato që ju mungojnë nga jeta në Tiranë. Unë falenderoj edhe bashkëshorten që ka pranuar. Pavlini ka dhe 2 vite për të dalë në pension dhe po punon si roje i një subjekti privat, ndërkohë që në Tiranë ka punuar me taksi. Por ata nuk rrinë të trishtuar për Salan. Mundohen të gjejnë gjërat vogla, të bukura, pas të cilave krijojnë grimca lumturie. Harmonia me plakun 95 vjeçar u jep jetë. Mendojnë që edhe fëmijët e tyre ashtu të kujdesen për ta, sepse po u japin një model të mirë. E ky model vlen për gjithë shoqërinë tonë. Këtu do të nis aventura, frika, adrenalina, të gjitha ndjesitë së bashku. Në fillim nuk e besuam se lumin do e kalonim përmes këtij mjeti të vendosur nga Arben Fushazi, antar i grupit ton. Ai bile është i pari që do hyjë në koshin e vogël e do tërhiqet nga kavot në mënyrë mekanike me duar. Edhe pse sot përdore mjete të tilla primitive për transport, dikur këtu ka ekzistuar një urë, e quajtur ura e pejës, por që sot nuk ka mbetur asnjë gjurmë e saj. Pas 2 të parëve që kaluan në krahun tjetër të malit, me lumin poshtë, e mposhtim edhe ne hezitimin dhe frikën për të treguar origjinën tonë mirëtitore. Nuk e besoj që bëj. Po. Nuk e besoj që e bëra. Nuk e besoj që e bëra. Motivi jon gjithë grupi prej 10 antarësh që bëjnë kalimin me sukses. Ben mos, i besa. Të këndole shajnë aty mërë me ngjyrë. Hajde një çik ti vajza e vogël këtu ti. Si ke emrin ty se? Kiana, sa vjeç je? Ti je 2-3. Na doli 3, pra është 3 vjeçe, edhe të pëlqen që të hypesh në kal. Po. Nuk e ke frikë. Nuk dypesh anë në vend fotkari. Nuk dypesh anë në vend fotkari. Në vend për kalin dhe nuk të lën. Dhe për këtë arsye duhet. Hajde se ndoshta të hypim te kali ty. Hajde shkojmë bashkë te kali. Hajde shkojmë bashkë te kali. Ka siguri apo jo?
Si ja bëj unë që kjo vajza ka qef të hypi, po thot... Po tash ta bëjmë sada, kur masi të hypi nusja, mbrapa bëjmë gjyrë. Po pse më është tërës që të hypi kjo, pastaj të hypi nusja. Le të hypi kjo njërë. Ke frikë? Po jo dhe shi, mos ke frikë se bën gjithë negocim këtu. Hajt, qa dhët ky? Dhe ky thot që të hypi nusja njërë, pastaj të hypi shti. Si thua? Bjem dakord? Vjen, po ty për nusja ty për unë. Ty për nusja pasaj, e mbas nusës do hypë shti. Mirë? Nusë ta komë. Ai bën kështu, pse bën kështu ai se po pret me padurim që të hypë shti. Ku të i mirë? Mirë, ram dakord, mirë. Po të e minë qika. Po thuaj se të gjithi duam ekskursione, sidomos kur ato nuk kanë si qëllim vetëm shëtitjen, por pse jo edhe dhënje në një shfaqje. Ne tani jemi rrugës të shkuar në një udhëtim fantastik në Maltëzi. Kemi shumë kohë që kemi pritur këtë udhëtim kaq të bukur. Atje do të shkojmë për të dhënë një koncert, uroj që të shkojë mirë. Banda muzikore The Door u krijuar në vitin 2005 si një përpjekje e zotit Fall Bak nga Norvegjia dhe zotit Kasriot Faci, menaxheri i OJF The Door. Konsiderohet nga shumë prej të rinjve të këtij grupi dhe prindërve të tyre si ëndra që u bë realitet. Kohëzgjatja prej gati 20 vitesh dhe cilësia gjithnjë në rritje e performancën së instrumentistëve vuloz dhe suksesin e këtij projekti. Prej disa vitesh grupi muzikor The Door për persona me aftësi ndryshe ka gjetur edhe mbështetjen financiare dhe logjistike të Bashkisë Shkodër dhe Shkollës Dëshmore të Prishtinës. Vlera më e madhe është që na tashmë kena një eksperiencë për 20 vitesh, pra vitin e ardhshëm mbajmë 20 vite. Edhe sinqerisht kam pa domethënë një ndryshim të jashtëzakonshëm tek secili prej tyre. Pjesëmarrja në festivalin e trupave muzikore në Norvegji për personat me aftësi të kufizuar është arritja më e lartë e këtij grupi muzikor, duke qenë se në secilin prej 4 herëve që grupi ka marrë pjesë, është prezantuar me repertore muzikore nga më të larmishmet, pjesë muzikore nga vendi ynë dhe bota, dhe ka performuar në mënyrë shumë cilësore. Nga një individ tash ato gjithë komportohen si një trup e vetme. Aktualisht banda muzikore The Door ka në përbërje afro 30 të rinj të organizuar në 2 grupe, grupi të avancuarve dhe grupi i instrumentistëve fillestar. Punosh me ka artista, është vërtet nësi, është emocion vete. Dirigjent aktual janë profesor Bepin Vjerdha, Fatjon Tanazi dhe Bujan Topalli. Kush e di sa prova janë bërë për gjatë 20 viteve në bandën muzikore The Door Albania. Jena kretë në nërë të regut, 2 herë në javë, që do me pas, që do mos me pas, ne jena gjithmonë në prova nga dishmëri të kësaj bandet. Gjelbrimi i fundpranverës do na shoqëroj për gjatë gjithë segmentit rreth 50 km drejt Ulqinit. Banda muzikore The Door ka marrë ftesën për të dhënë shfaqjen në Qendrën për Kulturë Ulqin. Kjo është një ndër koncertet e rrallë që trupa muzikore po realizon tashmë në Ulqin. Është veçantë sepse njihena me kolekt përtej kufinit. Prindrit janë një mbështetje për këtë artist me aftësi të ndryshme, por edhe për vetë punojësit që janë angazhuar në mbarvajtjen e bandës. Qysh me krijimin e bandës është në fëmijët e parë që është regjistruar aty. Përmirësimi është i dukshëm, është integru, është ambientuar me shokë me shoqe, me një fjalë është zhvilluar shumë më tepër se sa na kena menduar. Të rinjt marrin pjesë me shumë gëzim dhe entuziazëm. Gjendja e tyre shpirtërore shoqërohet me shumë hare, ka rritur jashtëzakonisht shumë vetë imazhin e tyre dhe vetë besimin e tyre. Ky aktivitet i krijimit të mundësive të bandës muzikore The Door për të dhënë një shfaqje në Ulqin u mundsua nga shoqata ndërkombëtare e policisë nën kujdesin e zëvendës presidentit Dr. Ardian Zaganjorit, një personalitet i njohur tashmë jo vetëm në Shkodër. Mendoj që kemi vetëm një etapë, pasi besojmë dhe shpresojmë që ky bashkëpunim do të jetë afatgjatë, pasi këto fëmijë të mrekullueshëm meritojnë shumë e shumë, meritojnë një vëmendje të veçantë. Është baritoni që i
I bi kam gol 18 vite, po para Brejtonit i kam para Tromsë, që që i vjen plerore. Ke emocione sot që je këtu në skenë? Ja. Sa mirë juve na e kaloni dhe nevi që kemi vite. Je gëzuar që je sot këtu? Po. Pak, kam emocionet për ndash. Emocionet janë për mirë. Nuk ka gjë më emocionuese të kuptosh devotshmërinë e prindërve ndaj fëmijëve të tyre, pjesa më e madhe e të cilëve tashmë i ka kaluar të 30-tat. Ata përpiqen t'i veshin, t'i bëjnë të hishëm për skenën, të mos u mungojë asgjë. Është një kënaqësi e veçantë që ndodhe na sonte në Shtëpinë për Kulturë këtu në Ulqin. Për ne është shumë kënaqësi, por edhe një detyrim që të vijmë këtu dhe të tregojmë se çfarë na bajmë, se kush jena na. Të japim një shembull që nëpërmjet muzikës njerëzit mund të përparojnë edhe mund të përfshihen, të jenë pjesë e shoqërisë, pjesë e zhvillimit social-ekonomik të zonës dhe të terrenit ku ato jetojnë. Si u prish faqja nga spektatori ulqinakat? Pa fjalë, kena me pa fjalë, të shumë krenar, një për punën e mësimdhënësve, e dyta për prindrit, e treta për ekzekutuesit. Emocione, shumë kënaqësi e veçantë, me vërtet gjithçka në nivel. Përgëzime shumë, emocione, edhe më pëlqej ideja e Kastriotit. Na kënaqet sot me i këtë koncert mrekullueshëm. Ajo që ka mu la përshtypje më shumëtit është për vetëm se ata kanë nevojë për ndihmë, ata janë gjendje të ndihmojnë njëri tjetrit. Ton kena aftësi veçanta, por edhe ton jena të kufizuar. Kështu që asnjë prej këtyre instrumenteve nuk di me i ra, kështu që unë jam i pari ai i cili jam i kufizuar. Jetosh mes parajsës dhe të mos ndihesh plotësisht i kënaqur. Një panoramë madhështore e konturon mjaft mirë atë. E kush nuk do donte të jetonte në këtë peizazh mes këtyre maleve të bukura, mes ajrit të pastër e pranë rrjedhës së Cemit. Ndodhemi fare afër Tamarës, në Kelment, aty ku ngrihet shtëpia e familjes Hysaj. Për pjesën më të madhe, jo vetëm të banorëve, por sidomos e vizitorëve që kalojnë përgjatë segmentit rrugor, Tamar e deri në Vermosh, ky konsiderohet si vendi i troftës së freskët ose trofta e Kelmendit. Kjo është troftë e zonës këtu, a? Jo, kjo është troftë e kultivuar. Origjinë e ka Kalifornijet, por që është me ujë dhe zurës. Po që rritet e shëndetshme dhe është i troftë e mirë e shijshme. Është më të mirat, besoj në Europë. Në Europë? Po, se në Shqipëni s'ka konkurrencë. E kuptoj, sa stacia përgjithësisht sa ritmi, domethënë si e llogarisin? Përgjithsisht varet si mas tregut, si shkon rasadi, janë shumë faktorë që ndikojnë, por sa më hobi do fshat buk. Fari pranë shtëpisë me arkitekturë tradicionale dhe punuar me gur, qëndron rezervuari ku gjen troftë të bollshme. Në kubaturat të caktuara, ajo është e ndarë sipas madhësisë apo moshës. Ushqehet me ujërat e Cemit, çka e bën atë mjaft të shijshme dhe të kërkuar. Sa shkon kilogrami këtu i troftë? 5500. 500. Okej. Po, vlerësit janë rastësishëm apo dhe furnizoni tregun në Shkodër apo qytete të tjera? Pjesë më janë rastësor, pjesa tjetër janë klientë të rregullt, restorante, familjarë, hotele, ku është sezoni i vendikojës kështu.
Por jena të knaqëm. Në aq kapacitet sa kena jena të knaqëm. Por pavarësisht sasisë së madhe të troftës këtu, personat që punojnë duken të pakët. Në fakt gjithë familja punon, por vetë ajo ka mbetur e vogël. Gjergji, zoti i shtëpisë, ka 3 fëmijë, 2 djem dhe 1 vajzë. Vajza jeton me familjen e saj në Gjermani. Njëri djalë vijon studimet në Tiranë, kurse Armandoja jeton këtu dhe ka ndërtuar familjen e tij të re ku është bërë dhe baba. Ky i Tiranës do vi këtu apo vështirë? Si e shikon pa? Pse? Nuk virej, ashtu vazhdua shumë, një elektronike. Kështu s'ka dhe... Po erdhi këtu, ku ta tregoj talentin e ti? Ma mirë atje ka... Ma mirë me korrent se sa me trofta. Më normal se thajt ma këto. Edhe trofta është mjaft të vështirë, është gjithmonë në kam luje një e tjetër në komunita, është mjaft të vështirë, edhe ai ka zgjedhje fije më të lehtë. Sa vite angazhoni në familje? Janë shtuar antarët e familjes që janë përfshirë? Para 5 vite që ashtu një, që ka morë një nushe. Që nusja është forcë e madhe punë, thuhet. Morë. Apo bara më e madhe bie mbi ty? Jo, absolutisht. Plak, ata janë... Ata përgjësit më shumë, vazhdon babi pjesë shefi. Ata quhen më herët. Edhe pse pesha më e madhe e punës, Armandoja thot se e mbajnë në prindrit duke respektuar kështu autoritetin e tyre, edhe ai vetë lodhet mjaft. Blerësit duhen respektuar dhe patur durim teksa porosisin. Komo, ata bëjnë porosin tani? Po, vështu. Në sa të valo në përzorë. 4-5 milion shumë? 4-5 milion shumë. Sa duke. Se këtu e shef, një gjë. Se të kesh në kane ti e specialist të punë. Një bëjnë nuk njërë të dhe. Në garanti... Jo se ki një rek, si bëjnë pa kanë moja. Jo, të vjen tonë 2 metra një më qyri. Okej, jo, regu. Një më i vogli. A po në ndojë mua. Se ti imaginaj e vetë. A bëjnë... A i ka zgjedhur të jetoj këtu, jo se nuk ka patur mundësi të largohet si shumë të rinj të tjerë, por këtu i duket vendi që a i përket. Ka patur mundësi të shkojë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës së bashku me gruan e tij, por u kthye me bindje të plot se për të do të ishte më mirë të jetonte me të ardhurat nga puna e tij në Shqipëri. Ai e njeh mjaft mirë procesin e punës dhe është munduar që aktivitetin ta zgjerojë së bashku me të atin. E të mendosh se dikur këtu, rezervuari i troftës ishte më i vogël dhe kjo banese bukuras që ishte këtu. Familja përmes sakrificave të mëdha ka arritur deri këtu ku është sot. Mundësi për të shkuar më tej janë akoma më të mëdha, por duket sikur zhvillimi ose progresi janë ndalur. Shkak kryesor mbetet mungesa e fuqisë punëtore. Mjaft të rinj janë larguar për një jetë më të mirë, kryesisht në Shtetet e Bashkuara të Amerikës e më pak në Europë. Kjo ka bërë që këtu të mos gjesh as punëtor të thjeshtë, edhe nëse do doje t'i paguaje mirë. Pothuajse kanë ikur të gjithë. Ti e lidhe jetën me këtë vend, ne kemi qenë dhe herë të tjera dhe ti e lidhe jetën me këtë vend, e? Shpresoj që të vazhdoj këtu. Je i kënaqur? I kënaqur po të kisha njerëz më shumë. Njerëz më shumë rreth e rrotull. Mos ndihesh e vetëm këtu. Absolutisht. Po nuk e mbulon këtë vizitorë që ndalin ja se puna jon. Tani të erdhën 30 veta. Cilët njerëz takojnë 30 veta për herë? Jo, absolutisht njerëz punëtorë. Jo klienta, por klienta janë të knaqur. Ideja është punëtorë për me zhënuri që më shumë. Kati pari shtëpis ka mbetur dhe në numëro. Nuk është investuar më tej, është planifikuar për restorant, por kush do e mbaj atë? Shpina kam lënë kështu të madhe, janë vendosur xhamat, po unë prita se do të ishte edhe veranda, restoranti në punë. Çfarë ka ndodhur Gjergj? Pse kaq ngadalë gjërat? Tash 24 vjet punoj. Edhe me të qëllimi që me bëha diçka të bukur, diçka funksionale. Mirë, po erdhi koha si erdhi, njerëz nuk ka, s'ke njerëz me punua, nuk ka punëtorë. Kuptoj. S'ka asnjë djalë që vjen nga Tamara ose pjesa e Selsës apo ik, kanë ikur gjithë. Nuk ka ikë me ik. Çfarë do bësh me gjithë të? Se ka dalë shumë e bukur. Shtëpi me jetuar 5 vjet. Po, edhe me lujt futboll brenda. E kuptoj. Po si dihet, se ndoshta do e provojnë emigracionin, do e kuptojnë që andej nuk fitohet si dikur edhe kthehen. Shumë rrallë me herë ka dhe që kthehet në një.
Me këta në përgjithësi shkojnë me pare, shkojnë me $30-40.000. Mirë po me këthym, kur shkojnë atje penohen në fakt. Penohen, se shojnë se që është atje sa punë ka atje. Është shumë më mirë to. Mirë po nuk mund këthejnë ma, se pa paguë borgjin, kur paguën borgjin atëre fillojnë. Sa ikën mosha, integrohen atje, bëjnë fëmijët andej, lidhin këmbët. Dikush martohet, atë s'ni gjën fëmija, s'ni gjën gruje, më ardhë kështu që metën andej ku janë. Po sa mirë mbajti djalin këtu ti. Bravo, prindi fort. Ne ti këtu i krijohet diçka, i fjerë farë bazë me i tua. Edhe djali bashkë me nusën në fakt ka shku me vizë në Amerikë. Mirë po kur ishin atje, se nuk o thash prej këto, po kur ishin atje o thash. Nuk ja u di për njerën që ose vinin, që ose jeni më mirë atje. Jo, tha bab, je më mirë. Është më mirë, tu e ju këthyë, më mirë këtu, afër prindërit vetë. Diqa, është të fje më letë, është të shtirë, nështë me quë diqa në kam. Më kam kalu shumë është të shti. Edhe pse toka bujësore për bri e përshtatur për prodhim me sakrificat mëdha, pasi dihet që këtu kemi një relief të theksuar malor, do të kishte siguruar prodhime bio për turistët. Po ta mendosh, ky restorant do të kishte mjaft punë, pasi këtu jo vetëm që ndodhesh në një nga vendet më të bukura në Kelmend, por fare pranë gjendet edhe një ujvar mjaft e bukur, e cila sidomos tani në pranverë ka ujë të bollshëm. Vendi këtu konsiderohet si një vend pushimi i shkurtër, ku vizitorët ose ulen dhe presin që trofta që kanë porositur të bëhet gati, ose atë qëndrim të shkurtër, fëmijët e shfrytëzojnë për një lojë me top. Pasojat e braktisjes së vendit nuk i gjejmë vetëm në këtë vend. Është një fenomen i theksuar, sidomos 2 dekadave të fundit, por tani ai shënon kulmin e tij, ku pasojat shfaqen tepër të mëdha. Cila do të jetë ardhmja e Gjergjit? Po e Armandos, djalët të tij, dhe çfarë do të ndodhë me atë që ju lëm pasardhësve. Gjithsesi, ne do ua sugjeronim çdo vizitori një ndalesë këtu. Një midis që të rigjeneron dhe një troftë e mirë që do zgjasë akoma më shumë shijen që morët nga Kelmendi teksa ktheheni në shtëpitë tuaja. Si e? A i mirë? I e banor këtu? Si e ke emrin ti? Gjenje civile e konë zë, po Gimo në frasë. Gimo? Po. Po pse Gimo? Po me të qysh 1.000 i vogët. A, Gimo. 2 emra, ke 2 emra? Po. Sa vjeqe? 73 po bëj. 173 të bësh. Tani po punon këto janë punë që bësh çdo ditë. Tani është koha e sanës, apo jo? Koha e sanës. Fëmijët ku i ke? Njërin këtu, njërin në Amerikë. Po, në Amerikë e shku në i herë? Asnjëherë. Pse? Duhen pare. Sa koka? 8 vjetë. E se ke pa për 8 vjetë asnjëherë? Jo, ka ardhi herë me leje. Një herë për 8 vjetë? Po. I ka letrët ai? Po. A punon atje? Punon po e martuo me pa... Nuk është stabilizu, kështu që bileta kushton që të marrë babën, e? Ja, duhet në tiron për rrugë, për tonë, për... Ka shpenzime. Po nëna e djalit ka shku? Nëna e djalit ka shku? Nëna e djalit më ka dikë të 8 vjetë. Ashtu, e? Po. Shkëna pa mirësi kur. Nga se vdiqe? E migrenin ka posh. Rrim me kërjet. Kjo me te petela në Tirane. Nuk është thash. Po ti me ke jeton tani? 4 vazën e 5 motre, 9 bodë me kanë dikë, 3 ma shpije, martesa, ka shku jeta, a kuptën? Jo mirë. Jo mirë. S'kem pas në i travaje, pe i qeveris, pe i nesh, pe i kanë dikë. Po, shëndeti. Në e kush me punu, ju e të vëjle. E kuptoj, e kuptoj. Ky, a i martuam ka i vojës, po i shkon 4 vjetë i banë ngusht. E këti që ke në Amerikë? Jo, këtu. A, këtu? Nuse në ka të zonë. Ku e ke tjetrin? Në Vermosh? Po, këtu. Jeton me djalin ti? Po, unë në këtu në klub. Po mirë, pra ti nuk je vetëm? Jo, nuk jem vetëm. Nuk je vetëm. Shu i fort, vazhdojnë këto punë të bujësisë? Po, jo, jam i fort.
je? Vermoshi. Vermoshi, ti jeton këtu? Po, këtu jetoj. Po më pëlqen dhe që je veshur kaq mirë, apo e respekton ardhjen në kishë? Jo, zakonisht e kam pas si tradit me mujt, mos me kanë keqen veshmathi, sa ka mundësi. Jeton këtu apo në Amerikë? Jo, këtu. Këtu? Ja. Amerika, kjo, shënosh atje ku ashtë. Ju urojta në të mirat, edhe aty në që ka shku, urojta në të mirat, e t'jenë mirë. Po si këtu s'ka në botë. Ashtu, a? Jas, nuk ka si këtu. A ke pas rast me shku edhe nuk ke pranu të shkosh? Kam shkua, 3 herë kam shku deri tash. Po si të është dukur kur ke shkuar? Bukur. Bukur? Po, ashtë e shvillume, ka gjithë mirat, si shtete, si rrugës, si ndërtime, si gjithë ca. Atëherë pse nuk jeton atje? Nuk jeton atje, sepse nuk ka veni em atje. Unë kam venin dhe mjeto. Bukur, po këtu është jeta e vështirë, nuk janë ato të mira që janë atje. Ate kur gja më të mirë nuk ka se këtu. Ajrin e kam më të mirë sa ata, ujin e kam më të mirë sa ata, shoqërinë e kam më të mirë sa ata, qetësinë e kam mas më mirë, shoqërinë e kam, venin të me kam, nuk kam përsha dënë me kena ata gjanat për tjetë unë për bjetes, për me hagër, me ushqyë, i kam më të mira vetë, i kam bio, janë të prodhu me këto, unë i uroj gjithmonë jetosh gjatë e mirë. Faleminderit. Vitet e fundit është kthyer në një trend, gratë kryesisht mbi moshën 50 vjeçare të zgjidhin të udhëtojnë me agjenci turistike. Kjo vëret lehtësisht nëse kontakton për bërjen e pasagjerëve në udhëtimet e ndryshme në Shqipëri. Prezenca e burrave ose është tepër e vogël ose mungon fare. Zakonisht ky fenomen është më shumë i spikatur në udhëtimet njëditore. Po përse është kjo tendencë vitet e fundit? Çfarë motivon gratë të udhëtojnë vazhdimisht? Në moshën 20-30 nuk kam pas mundësi, se kam rritur fëmijë, nuk kam pas mundësi që të dalë nëpër qytetet e Shqipërisë. Unë kam jetuar jashtë shtetit dhe atje kam parë boll. Edhe tash dua të njoh Shqipërinë. 20-30 kam qenë të fëmijë dhe në fol tjetës, kam qenë në pleq, s'kam pas mundësi me dalë kërkon as der të ura baqalleku s'kena dalë. Një rinje e kaluar gjithë impenjimi i ka kufizuar ato nga udhëtimet. Po ashtu, infrastruktura e dobët televizive dhe mangësitë e mjeteve të transportit në monizëm apo gjatë viteve të tranzicionit ka frenuar udhëtime, sidomos ato me distancë të madhe veri-jug. Kemi dalë për eksplorim, do shkojmë në Puk, na kanë thënë që është shumë bukur, unë s'kam qenë ndonjëherë. Do ta shijojmë, besoj se kemi dhe shoqërinë e mirë. Qefe më ka me dalë. Lëviz shpesh? Lëvizi se kam djalin në Belgjik. Edhe shkaj shpesh në Belgjik. Do më thënë, ajo rriti se ke atë angazhim, jo bëj drekën, jo laj robat, Ja, të shikan të shanë vëndu, janë rahatu, kanë marrë gërat, kam dy djemë, kanë marrë gërat, janë ba me fmi. Të shumë me dalë, po, sa kam takatin të shumë vejtë me dalë. Po, ndihesh je rinuar tani? Rinuar, pa të shumë mosha bënë të në vetë, po, prapë nuk jam nej mosh, mirë jam. Deri sa kam mundësi me dalë, me shku e marrë, mirë. Duhet pranuar fakti se kulturat e eksploruarit është përhapur në të gjithë shoqërinë shqiptare. Udhëtimet njëditore janë vërtet e lodhshme, por më të favorshme për këto mosha, për të ardhurat e tyre, të cilat pasi kanë konsoliduar grupet shoqërore dhe pasi kanë hequr nga shpatullat barrën e rritjes së fëmijëve, ndihen më të lirshme për të udhëtuar. Duket si kur jetojnë një rini të dytë, zëvendësojnë kohën e humbur, fitojnë gjallëri dhe jeta vazhdon. Këta pra ishin personazhet që ne kishim sjell për ju sonte. Shpresoj që dhe vendet turistike të cilat i sollëm në vëmendjen tuaj të kenë zgjuar ato sinjalet e para, të keni planifikuar udhimin që ju mund ta bëni në gjithë këtë guid vazhdueshme që ne e transmetojmë her pas here në emision Pusha Shqiptarësh dhe që sjellim edhe momente të bukura të këndshme që sinjalizojnë të gjithë teleshikuesit për vende që janë fare afër nesh me pak kilometra dhe ne mund të organizojmë dhe të krijojmë një piknik të këndshëm me familjarët tanë ose me miqtë tanë. Ritransmetimin e emisionit ju do të keni mundësi ta ndiqni ditën e njëjtë në orën 15:30, ndërkohë ju lë në shoqërinë e programeve të këtij televizioni bashkë natën e mirë.